Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas për traditës kur ka shkuar në vizitë ndaj dikujt që ka pas musibet, tregon Seleme se kur ka shkuar te Ebi Seleme te bashkëshorti i vet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndruar jetë vetëm se ai, u kon në çastet e fundit edhe ja ka mshël pejgamberi sallallahu alajhi wasallam syt. E ka mshël pejgamberi sallallahu alajhi wasallam syt, edhe ka thënë inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basaru. Ka thënë kur mirët shpirti, shikimi e ndjek. Kur mirët shpirti, shikimi e ndjek. Edhe ka mundësi shtangën syt e jesin në fotografi të keqe. Shembull, kur vdes njëri dhe jetë syni qel, ka mundësi bëhet pamja trishtuese. E pejgamberi prej mëshirës se ka bë, e ka mshël syt, që mos i mesin qel. Edhe kjo ka qenë prej traditës pejgamberit dhe kur e ka mshël syt, i ka thënë Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ka thënë o Allah, fal Abi Salaman. Ka thonë njëri prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ngritja derexhen, ngritja pozitën të shkallët të udhëzuarve në xhenet. Ka thonë dhe ata që kanë mbet, kujdesu për ta. Kujdesu për familjarë që i kanë mbet ya rabbal alamin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ka thonë o Allah, fale këta dhe neve, o Zoti i botrave, wafsah lahu fi qabri, xhanoja varrin ya Rabb. Se vorri i ngushtë. Ka thonë xhanoja varrin dhe ka thonë ndriçoja atë. Ndriçoja ata, andaj tha pejgamberi alayhis salam, këta varreza janë plot tërë. E Allahu i ban dritë me lutjet e mia. Me lutjet e mia lutem Allahun që Allahu ti ndriçon varrezat tona. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam ka pas traditë që kur është lajmëruar se një shok është i smur, edhe është në prag të vdekjes, ka shkuar ka vizituar. Tregon Xhabir ibn Atik, thot ka shkuar pejgamberi alayhis salam bashkë me disa shok me vizituar një shok i cili ka pas emrin Abdullah ibn Thabit, i njohur me titullin Ebu Rabia. O kon i smut, shumë i smut pe etheve. Edhe nat smuje ka ndru jetë. Kur ka shku pejgamberi me e vizitue, edhe e ka thirr, o Ebu Rabia, ai pi smundjes të madhe s'ka mujt as mi thon, wa alaykumus salam. Se ja ka kthias as-selamin. Atëra pejgamberi alayhis salam i ka thon, të munum o Ebu Rabia. Të munum se ti edhe i smut, tash na të ardhmë këtu ti me na fol neve, si të mujt me na fol. Atëra sot, thot transmetuesi Xhabiri, thot veç kur i kina një disa brit më të grave, të sahat, ka nis me brit grave, me klif, prej, të keq, domthon, erdh pejgamberi sallam, shumë për ja kthen familjari fjalën. Atëra i tha pejgamberi alayhis salam, qetçoj, mos vajtojnë, mos bërtasin. Atëra tha pejgamberi alayhis salam, mos shani pos pasi të vdese. Mos qani pos pasi të vdese. Atëherë tha pejgamberi alayhis salam, ata i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Ta një Rasulullah, kemi shpresuar se baba jon ka më ardhur me tin luftë. Po çe u smue." Atëherë ka thënë pejgamberi alayhis salam, "E merr ky shpërblimin sipas një jetë që ka pasur Allahu te bareke ve teala." Ka një transmetim tjetër se ka qenë në prag të një lufte. Në prag të një lufte dhe mobilizimit për një luftë. Atëri ka thënë pejgamberi alayhis salam, ky e marr shpërblimin sipas niyetit. Ata kanë thënë ja Rasulullah, kim pas çert berë shahid me tyje. Atëri ka thënë pejgamberi salam, e çka e llogaritni ju shahid? Çka e llogarit vesh me dal lufta? Atëri ka thënë alayhis salam, edhe 7 kategori jashtë taktina janë shahida. 7 kategori njerëzve, 8 me gjithë ato që vdes luftë janë shahidet Allahu te bareke ve teala. Cili është i pari? Ka thënë alayhis salam, ai i cili vdes prej murtajes, prej smundjes. Murtaja ka debat të ulemat, a është do smundje epidemike apo pandemike? Më rëndësi është një smundje që i ka rrog 30.000 sahabe. 30.000 sahabe i ka rrog një smundje dhe kanë ndek nga ajo smundje. Më taun i kanë thujt, mo një smundje e cila ka transmetime se pejgamberi e ka përmendur se ajo ka qenë një hakmarrje e xhineve. Pavarësisht nuk kemi në atë debat. I pari është ky. Ka thënë ai i cili vdes në murtaj. I dyti i cili vdes në deti, fundoset në deti. I treti është ai i cili ka thënë alayhis salam, vdes nga dhimbjet e mushkërive dhe kocive. Kur i them kockat, ajo shka njihet sot me smundjen e pleuritit, plevit. I kontaktoni doktor nëse do me ditë më shumë për ta. Pastaj ka thënë alayhis salam, dhe shahid është ai i cili vdes prej dhimbjeve të barkut. Nëse ki dhimbjet barkut, apo ka jashitje shumë, apo diare shumë, edhe kjo të shkakton vdekje, ka thënë alayhis salam, shkon shahid te Allahu xhelalu ala.
se dhimbjet janë pa përballueshme. Gjithashtu ka thënë alayhi salatu wasalam i djeguri, nëse tu mor me zjarr e djeg zjarri, ka thënë alayhi salatu wasalam është shahid Allahu te bareke ve teala. Tjetri ka thënë alayhi salatu wasalam ai i cili zihet nër diçka e cila është e rënë, për shembull e zë çatia apo e zën diçka e rënë prej gurzive, ka thënë nëse vdes nën rëndes shkon shahid Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu ka thënë alayhi salatu wasalam shahid është edhe gruaja e cila vdes duke lind. Nëse një gruaja vdes duke e lind fëmijën e vet, shkon shahid Allahu te bareke ve teala. Andaj ka qetësu këta familjar, mos keni frikë, edhe pse ki ato dek në shtratin e vet, ki shkon shahid Allahu te bareke ve teala, sepse nuk është shahid vetëm ai i cili vdes në rrugën e Allahut te bareke ve teala në luftë. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam në ditë prej ditëve futet te një gruaje e cila ka qenë sëmurë dhe thrasin me vizitua. Edhe i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas emrin Musaib. Edhe i thot alayhi salatu wasalam malaki ya Musaib tuzaf zifina. I ka thon shumë jetu përpjek, ose i tu bora hat. Apo e keni një lëvizje jo të këndshme. Edhe i tha Allahu mos i bekoft ja Rasulullah këto ethe, më kaputën. Dhe ka shpreh fjalë që zot i ka ofendu ethët. Apo njerëzit e shprehin kur ka ndonjë smundje, shpreh fjalë për smundje apo që s'jan kush e çon smundjen vëllazër. Allahu xhelalu ala. Dhe nuk shahat smundja. Nuk shahat smundja. Ajo shpreh fjalë sot nuk duhet me i shpreh. Tha alayhi salatu wasalam mos i shaj ethët. Sepse ethët vijnë me pastru birin e Ademit. Ethët vijnë me pastru birin e Ademit, ja largojnë pa pastrën sikur që e largon zjarit pa pastërtinë llumin arit. Po njerëzit kur e morin prej xeheve, arin prej tokës, ajo është plot llume tjera, ai pastrohet. Çish pastrohet i shlohet hekuri, i shlohet zjarri. Edhe zjarri ja hekat pa pastërtën. Apo ata se mirë me altan dhe me ari e di këta, se pa e shlu zjarrin, s'ki mundsi me dat të kulluarën ari prej asaj çka nuk është ari. E Allahu xhasi e pastron birin e Ademit, ja shlon ethët. Ethët e pastrojnë birin e Ademit. Andaj tha alayhi salatu wasalam mos i shaj ethët sepse të pastrojnë këto. Edhe rasti tjetër që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka shkuar njëri prej sahabëve vet, tregon Abdullah ibn Abbasi, thotë kemi shkuar me pejgamberin sa tani nomad. U kanë smut. Ka hi pejgamberi sa me vizitu dhe i ka thënë la bes, tahurun inshallah. Ka thënë, domthon kaluse dhe pastrim për tyje. Atëra ky ka thënë tahur, domthon pastrim, nuk kuptoj me jo pëlqim. Do çfarë pastrimi? Atëra ka thënë kella, kurse si. Ka thënë kjo smuje po më hip e po më zrip, po më shqetson shumë. Ka thënë ala shejkhin kebir të ziru l'kubur. Ka thënë i kanë ardhë këto ethe, këto smuje, një plak i të ranë, kanë me qute vorrët. Atër ka thënë sallallahu aleyhi sallam, fëna amidhen, që ashtu që shpëthu ti, edhe kanë ndrujet. Pro për nga mësam nuk e ka pas, a dëshirë që t'i kthejet fjala, edhe që të mos t'a pranojnë ngushlimin, dhe kanë ndrujet nga ajo që ka e ka mund prej mos ngushlimit që ja ka bo vetë.